E të shohim tani çka do të ndodhë. Pra, dallimi mes LDK dhe PDK në këtë pikë, nga kjo që po flasim është se PDK nuk fiton atë shumë nga Limaj sa fiton Lumiri nga Vjosa. Jo, fitimi është goti si njëjtë, mirë po këtu kemi të bëjmë me koreksin e kryesisë PDK-s në raport me Fatmir Limen. Këtu, Abdigjiku edhe Vjosa Ismoni kanë tjera interesat përbashkëta. Më shumë interesa personale. Përbashkët cilët kanë dojnë me eftu vetë-vetën. Si Vjosa, si ky... Jo, në fakt Vjosa shpëtoj politikisht kësaj hire. Normal, po qëllimi i bashkimit ka qenë këtu. E tash ka me pas rritje, 100% ka me pas, jo 100% kështu, po ka 5, 6, sa ka me pas rritje edhe ky e mbron vetë të që unë kom arrit rritje edhe kjo rritja, abeden edhe kjo rritja është pak për me u diskutu sepse sjellja është që më sarojmë në këtë takimin cilin na këtu tash për momentin po e shohum, një pjesë bukur e madhe personaliteteve shumë të fuqishme të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë marrë pjesë. Do ndalim me Argjend, të qëndrojmë vetëm edhe pak, sepse në pjesën e 2 diskutimit e vendosëm ta diskutonim për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Flasim pak për PDK në këto zgjedhje. PDK-ja pa i shkrerët, po e them kushtimisht, me qenë se pritej se të njëjtit në rast se do shpallej vendimi në favor të tyre në fund të këtij muaji, edhe do sillnin elektorat shtesë për Partinë Demokratike të Kosovës, një gjë e tillë nuk ndodhi, pa i shkrerët, pa Limajn, me rikthimin e Osmanit në Lidhjen Demokratike të Kosovës, me një vetëvendosje të tillë aktualisht. Sa do të jetë e vështirë për Partinë Demokratike? Besoj që Partia Demokratike e Kosovës është subjekti politik i cili ndoshta jo në kuptimin shumë të madh do t'i bëj konkurrencë vetëvendosjes, por vendi i parë dhe i dytë tashmë janë të qartë. Unë besoj që vendi i parë do të jetë normalisht për divizjen vetëvendosje, sepse me thonë që do del PDK-ja para vetëvendosjes, adin njerëzit mundën me kesh me mu, me thonë, kjo s'ka ka normale, adin. Por çka realisht ne duhet ta pranojmë realitetin, por unë besoj që PDK-ja e ka një momentum në cilin duhet ta shfrytëzoj sentimenti që krerët e saj gjenden në Hag duhet të fuqizohet mesin e elektoratit të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe sepse kjo i ka dy anë të medaljes. Nëse ata pretendojmë edhe ne besojmë, normalisht që besojmë fuqishëm që do të lirohen, do të rritet sentimenti i përbashkimit të akterëve të Partisë Demokratike të Kosovës edhe e elektoratit. Por edhe në anën e kundër, nëse pretendon dikush të dënoj krerët e luftës, edhe kjo normalisht që ngrit sentiment për të mirë për Partinë Demokratike të Kosovës. Për arsye sepse më tutje është një lloj momentumi i rëndë edhe për vendin, por edhe për qytetarët edhe në përgjithësi, kështu që besoj që Partia Demokratike pa Limajn